Të mërkurën besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin ose Bajramin e Madh. Kjo fest na kujton vlerat e sakrificës, përkushtimit ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familjet, të moshuarit dhe njerëzit në nevojë. Muftiu rreth Vlorës Ardito Xhallaku thekson se Kurban Bajrami është dita ku duhet të kuptojmë sakrificën, por edhe një ditë solidarizimi. Fillimisht dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman të Vlorës dhe mbar Shqipërisë gëzuar Kurbanin e Bajramit. Kjo është festa e sakrificës, është bindjes ndaj Zotit të gjithësisë, është shembull i pejgamberit Ibrahim, i cili ju bind Zotit ndaj urdhit të tij me fëmijën e tij për ta flijuar, për ta bërë kurban. Dhe në fakt sot, në ditët e sotme, më shumë se kurrë, ne duhet ta kuptojmë se çfarë do të thotë të flijosh veten tënde për mëkatet që bën. Kur e mendon këtë gjë, vallë, edhe kjo a e kompenson mëkatin ton apo jo? Por Zoti i gjithësisë të e ka ndaluar dhe si simbolik ka vendosur një dash, një dela apo një dhi, apo edhe një bagti të madhe për ta bërë kurban. Pikërisht nesër është kjo ditë. Kjo ditë ku besimtarët flijojnë kurbanin e tyre për të solidarizuar me njerëzit të afërm të tyre, me nevojtarët, në mënyrë që ta kalojnë të gjithë së bashku të gëzuar. Falja e Kurban Bajramit në Vlorë do të mbahet në mjediset e Pallatit të Sportit dhe i gjithçka do të startojë në orën 6:40 të mëngjesit. Ceremonia fillon në orën 6:40 të mëngjesit tek Pallati i Sportit Flamurtari dhe vijon pastaj me faljen e namazit në orën 7 të mëngjesit. Dhe në orën 9 deri në 11 janë pritjet tek salla e pritjeve tek Holiday, por të gjithë ata të cilët kanë dëshirë për të ardhur dhe për ta festuar bashkë me ne. Muftiu rreth Vlorës Ardito Xhallaku thotë se simbolika e kurbanit është që të ndahet në 3 pjesë dhe të ndihmojnë njerëzit nevojtar. Patjetër, simbolika e kurbanit nuk është të therrim një bagti për të pasur mish. Sepse tek Zoti i gjithësisë nuk shkon as mishi, as gjaku, as lëkura dhe asgjë tjetër, përveç se sinqeritetit dhe veprës që bëjmë. Dhe vetë pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam na ka këshilluar që kurbanin që presim ta ndajmë në 3 pjesë. Një pjesë ta marrim për vete, për familjen tonë, një për të afërmit dhe një për nevojtarët. Për besimtarët të gjë? Patjetër. Çdo njeri që bën kurban e ndan në këtë mënyrë, sepse është një lloj rregulli tek kurbani që vetë besimtari të ndjehet më i qetë shpirtërisht dhe ta kuptoj se ai është qëllimi i tij kryesor, pra gëzimi i të tjerëve e jo thjesht ngrënia e mishit. Në mesazhin e tij Xhallaku bëri thirrje për më shumë mirëkuptim, dialog dhe bashkim në shoqëri. Emrin tim personal dhe të komunitetit musliman dhe muftinisë Vlorë, ju uroj që kjo ditë të jetë ditë feste, ditë paqe, ditë pajtimi mes njëri tjetrit dhe ditët që vinë pasaj të jenë shembull për paqe dhe solidaritet jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën.